As 25 vjetori i marrëveshjes së Ohrit nuk kaloi pa përplasje politike mes BDI-së dhe Vlenit. Partia opozitare vlerëson se pikërisht në 25 vjetorin e saj, në vend që këto parime të konsolidohen më tej, po përballen me një proces shqetësues të zhbërjes së tyre njëra pas tjetrës. Pikërisht në 25 vjetorin e saj, në vend që këto parime të konsolidohen më tej, po përvallemi me një proces shqetësues të zhbërjes së tyre, njëra pas tjetrës. Në njërën anë, gjykata kushtetuese është ndëruar gjithnjë e më shumë në një institucion parapolitik, përmes vendimeve të saj jo kushtetuese, por rënon shtylla të rëndësishme të rendit të krijuar pas vitit 2001. Në anën tjetër, ajo që ende nuk është shfuqizuar dhe vazhdon të jetë në fuqi, shpërfillet ose nuk zbatohet nga institucionet. Nga ana tjetër, Vleni ka reaguar ashpër ndaj BDI-s, duke akuzuar se marrëveshjen e Ohrit e ka përdorur për interesa personale dhe politike. Në reagimin e tij, Vleni thotë se marrëveshja nuk është pronë private e BDI-s, por rezultati i sakrificës së një gjenerate të tërë. Ajo që nisi si akti ndërgjegjes kombëtare, BDI-ja e zhbëri, duke e kthyer në bankomat për pasurim personal. Aq e gjatë është lista e të korruptuarve të BDI-s që e përdorën marrëveshjen e Ohrit për t'i mbushur xhepat, saqë edhe partneri ynë strategjik foli publikisht për korrupsion endemik dhe u avuri vulën e korrupsionit pikërisht këtyre që sot rrahin gjoksin për shqiptari. Sado e dhimbshme të jetë, kjo është trashëgimia e pushtetit të tyre. Marrëveshja e Ohrit, sipas partisë Vlen, u përket shqiptarëve dhe se, siç e theksojnë ata, nuk është pronë private as trashëgimi familjare e kulturfagëve të BDI-s.